Mirëmbrëma miq të Radio Televizionit Korça, si çdo të njëjtë jemi në Thashë Theme Sport, me mua si gjithmonë në studio është Petrika. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ne jemi vetëm tani 3 orë larg ndeshjes së madhe së kombëtares shqiptare dhe ne na kanë kapluar pak ato emocionet e kësaj ndeshje të madhe dhe tani shpresojmë vetëm në më të mirën e ekipit ton kombëtar, gjithashtu dhe ekipit të Kosovës. Të shpresojmë që dhe ata të shkojmë dorë për dore në botëror ose të paktën të kalojmë këtë fazë dorë për dore në mënyrë që të kemi 2 mundësi më pas që njëra nga kombëtare apo përfaqësuesja e Kosovës të shkojë në botëror. Duke qenë se jemi vetëm, siç e tham, pak kohë larg ndeshjes së madhe kundër Polonisë, e cila për ata që nuk e dinë fillon në orën 20:45 në Varshavë. Kombëtarja shqiptare do të tentojë ëndrrën e madhe, kualifikimin historik drejt botrorit 2026. Në fakt do të jetë një pengesë tjetër nëse kalon Polonin, por që të kalojmë Polonin njëherë. Okej, ky do të jetë një emision në fakt i gjithi kushtuar kombëtares shqiptare. Patjetër që nuk ka nevojë ndoshta edhe për skalet, sepse diskutimet janë aq të forta dhe aq të fuqishme për kombëtaren sa ndoshta edhe nuk ka nevojë për përgatitje, sepse do të kemi me çfarë të merremi. Kështu që do ta nisim menjëherë me formacionin që pritet të zbresë në fushë, me formacionin që Silvinho ka menduar të hedhë në këtë ndeshje kaq të vështirë, kaq delikate përballë polakëve. Regjia ndërkohë mund të na shfaq formacionin e mundshëm, nuk është zyrtar, është ende ai që flitet, ndoshta me 90% do të jetë kështu, nuk përjashtohet mundësia që të ketë dhe ndonjë ndryshim, por që unë po e lexoj për gjithë ata që po na ndjekin dhe pritet që në port të luajë nga minuta e parë Thomas Trakosha, nga e djatha Elseit Ysaj, Qimshiti Ajeti do të jenë qendra e mbrojtjes, e tham në fakt e paralajmëruam që Silvinho beson më shumë tek Ajeti, Mario Mitaj do të luajë në krahun e majt. Ndërkaq treshja e mes fushës edhe këtu pritej pak a shumë, do të luajnë Julian Sheu në qendër, Aslani dhe Qazim Laçi disi më të avancuar. Pra Sheu do të jetë ai ekrani që do të ketë rolin për të prishur çdo aksion të polakëve. Ndërkaq e gjithë dyshimi, e gjithë polemika, e gjithë ajo që tifozët ndoshta nuk janë shumë të qartë dhe ndjen pak konfuz, është tek sulmi. Uzuni dhe Arber Hoxha që mbështetin në maj Nedim Bajramin, që edhe nga roli që ka nuk është sulmues, por Silvinho pritet që t'i besoj majën e sulmit në këtë ndeshje. Pra një formacion totalisht i arnuar edhe i sajuar nga Silvinho. Qofse do jetë kështu Petrika, pse kjo zgjedhje? Përpara se të fillojmë me një analizë të shkurtër të këtij formacioni që për mendimin tim nuk është i duri me kapacitetin që ne kemi, do doja që do ftoja regjin që të vendoste numrin e telefonit në ekran në mënyrë që të gjithë sportdashtit e ke fiksim. Thuaj më njëherë mendimin tënd, pastaj shko, unë dua që sot nga të gjithë telefonuesit të marrim një parashikim për të dyja ndeshjet, sipër Shqipërinë ashtu dhe për Kosovën. Lutem, domethënë formacioni le të jetë i shfaqur në ekran për ta komentuar edhe me ata që do të na telefonojnë dhe me sa duket telefonata e parë sapo ka mbritur. Ne do ta mirëpresim. Përshëndetje Petrika, unë jam Spartaku nga Kolonja. Spartak, si s'kishe si të mungoj Spartak. Ku më të mungosh sotore. Sot janë emocionet e mëdha Spartak. U bare gati për ndeshjen? Po, patjetër po. Ku do ta shikosh, në shtëpi? Në shtëpi. Në shtëpi aty një gotë raki, për shef? Po, patjetër, për para televizorit, për para diarit. Shumë mirë, na thuaj të lutem një parashikim. Bjeri shkurt Spartak, sa fitojmë sot? 1-0 për kombëtare. Kush e bën golin? Me penalti bet goli. Me penalti në Nedim Bajram. Po, për Slovaki, Kosovë? Fiton, me që ka fituar me Slovakin, fiton Kosova. Fiton Kosova, ha? Okej, të përshëndesim Spartak. Ate ca, mirë pa. Mirë, morëm edhe parashikimin e parë dhe qëndrojmë tek formacioni. Tani informacion, si thash, nuk kam unë shiko, mua më pëlqen shumë vetëm pak pjesa e sulmit, por nëse do më pyesësh mua, ti di që unë dua dhe unë të tregojmë i kujdesshëm në këtë ndeshje. Ti je pak më euforik edhe nga natyra dhe do doje. Të pëlqen sulmi të Shiko, nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen sepse thash është i arnuar. Okej, Uzuni,
Arber Hoxha më pëlqejnë shumë. Të dy janë Bajrami, ai s'ka lidhje. Tani këto ndeshje të mundohem të ta shpjegoj pak me ato njohuri që kam unë për futbollin edhe si e kuptoj unë. Pse ka për të zgjedhje? Shiko, këto janë ndeshje të caktuara, Petrika, është vetëm një ndeshje, janë vetëm 90 ose 120 minuta dhe plus penaltit. Kështu që do luhen të gjitha kartat. Tani, çdo trajner ka një futbollist të besuar. Dhe me sa duket, Nedim Bajrami është i besuar i Silvinjos. Ai beson te ky lojtar dhe ndoshta sot ka menduar që ta ketë aty asin në meng dhe do të mbështetet. Tani se do t'ja shpërblej Bajrami, se do të dal huq, e gjitha pesha do t'i mbetet Silvinjo. Po fitoi Shqipëria, do t'i faturohet merita e madhe Silvinjos. Po dështoi, do të thonë, ky Silvinjo bën eksperimente në ndeshje të tilla, na nxjerr Bajrami. Kështu që gjithë riskun e merr përsipër Silvinjo. Ai e di gjendjen e futbollistëve, ai di situatën, ai ka përgatitur ekipin, kështu që ne mund ta kontestojmë, mund të themi pse kështu, pse ashtu, por që në fund do ta tregoj fusha. Shiko. Kjo pjesa e Bajramit që e ka të besuar mund të qëndrojë. Mirë po tani bëhet fjalë për një ndeshje e cila si shetë ti që Shqipëria duhet të tregohet pak. Kemi një telefonat. Ndërkohë, mirë, presim dhe ne vazhdojmë pastaj diskutimin prapë sepse tash gjithë fokusi këtu sot. Përshëndetje dhe emision të mbarë. Përshëndetje Ilir. Iliri nga Elbasani është. Po. E përshëndes kombëtarën shkurt me një poezi. Ke bërë poezi sot, jepi. Po. Muj parë në pranver, botrori po na troket në der. Fundu marsi mes java, sy vesh nga Varshava. Shqipëri, Poloni, të gjithë jemi kuqezi, të prarasim ura, forca çuna bëj burra, ta gjyqësojmë Polonin, ta nderojmë Shqipërin, balda kokën krenar, sa mirë me qenë shqiptar. Sa janë i vjetën të shpërthej Jehona, më shumë gona se kartona. Luftoni të fitoni paqen, me këm tokë në zbarni faqen, mos gaboni, mos bini pre, bëni qmos syri tabu, mrekullia qoftë me ne, Shqipëria sot është me ju. Bravo Ilir. Bravo, të lumt. Vete ke bërë këtë poezi? Po. Të lumt. Bravo Elir, me nuk edhe një parashikim për ndeshjen edhe të Kosovës dhe tonën, të lutem rezultat. Është kaputur me duke. Shiko, ç'a prish kot? Ai ishte çfarë parashikim o. Ishte pen masë, ne nuk e prisim. Ta kishe e mbaj aty me entuziazmin e poezisë. Okej, mirë, në rregull. Ilir, ti na ndjek, kështu që të falenderojmë shumë dhe të përshëndesim. Shpresojmë shumë që kjo poezi të ndikoj për mirë. Sot telefonata sepse sot janë të gjithë me emocione, mezi presin të kaloj koha, tani që të vi orarin ndeshjes. Presim orën e ndeshjes. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Ja Vlora, përshëndetje Vlora. Si ja kaloni, mirë. A ti e ku ngrit flamurin, ta ngrim flamurin për mbocëror tani? Po, Rosit. E dëgjove poezinë e Ilirit apo se dëgjove? Dëgjova atë, ja fut kota ashtu në televizion dhe tjera ashtu fleta i gjithë. Ja fut kota i dojnë tjera. Po pse më poezinë kështë të gjithat poezi tani, si ja fut kota i. Në të gjitha televizionet fleta jore, Mirë, po mirë është. Këtë e ka kësu, fiksim të hëzi. Dëgjoj tani. Për kombëtaren. Dëshirojmë shumë që të fitoj me gjithë shpirt. Po, unë kam një diçka. Po ç'ke tash, mos ta fut në pesimizëm tani. Ne futbollistat ne futbollistat e kemi pak si një gjaksin atu në fillim në pjesën e parë. Pjesën e parë luftoj për pjesën e dytë. Kam frikë shumë. Mos na. Po bërë ato lojra që bërë radhë që shkoj që lozën njerëz me këllozën që e ram 1-0, 2-0. Lere, Çimi, na lejë të mbetemi optimist përpara kësaj ndeshje, pastaj u zhgënjyem në djallë. Na thuaj pak rezultatin si mendon. Nëse jemi me nota pozitive. Rezultati im është 1-0 për ne. E po ja, shumë mirë. Po Slovaki Kosovë? Kosova, ku e ka? Në Kosovë ka? Jo, në Slovaki. Nuk e di atje, se di atje, për atë nuk e di për Kosovën, për së të balit.
Edhe inshallah ma se të fitoj Kosova. Se vëllezërit tani janë ata. Okej. Mirë Çimi. Inshallah. Mirë, hajde, shëndet, u dëgjofsha të mirën. Shëndet Çimi. Faleminderit. Unë dua të temi në nota optimizmi para kësaj ndeshje. Shiko, na ka ndodhur gjithmonë Petrika, nëse mban mend se ti je ndjekës i vjetër i kombëtares po i futbollit, po ta mbash mend historikisht në çfarë ndeshje kemi i pritur me entuziazëm dhe me optimizëm të madh kemi zhgënjur. Po më jo se shko, nuk kemi zhgënjur, se faktikisht për shembull ndeshja me Serbinë, e cila kishte një tjetër entuziazm. Ta vazhdojmë telefonatën. E vazhdojmë, po nuk do ta vazhdojmë këtu, do ta vazhdojmë në një vend tjetër. Po. Alo. Përshëndetje Petrika, Muhamedi nga Paris i vogël. Përshëndetje Muhamedi. Biri një shkurt, sa fitojmë sot edhe që mos rim të merremi me analiza. Dhe unë thënë kështu, 1-0 fitoj po, dhe ushqisistë po, ndeshën e fitojmë neve. Neve fitojmë. Po Slovaki Kosovë. Jo, unë ashtu optimist e fitojmë. Slovaki Kosovë. Ura, Slovaki Kosovë. ajo të vazhdime, ajo kanon penaltia. Ka mirë, në rregull, mirë. Mirë Muhammed, faleminderit për telefonatën. Çfarë po thoje? Do të shndrohet te Bajrami. Okej, tani ti mund ta kesh lojtarin e besuar, por është një lojtar i cili momentalisht nuk po luan. Në Skoci është pak jashtë. Formacioni letëri në sfond për ta parë të gjithë dhe ndërkohë që ne komentojmë. Është pak jashtë forme, sepse nuk është në formën e tij më të mirë, nuk është ai që ishte gjatë Europianit, plus fakti që nuk ka luajtur. Ti je një skuadër që sot do të shfrytëzosh pragmatizmin, sepse logjikisht lojën mund do ta bëj Polonia. Duam apo s'duam ne, do besoj se do të jenë ata. Ja, besoj ata që do diktojnë. Po janë ata, sigurisht me mbështetjen e tifozëve të vet, favorit janë ata. Edhe nga kualiteti. Patjetër. Tashi ti ty si trajner të duhet një lloj formacion pragmatizmi në mënyrë që ti me një goditje nga larg, me një pragmatist e kaq ku të shkoj. Po më shko. Ja kush problemi. Tani, kush nuk të pëlqen? Tani do treshja e sulmit qendron se ata poshtë nuk lëviz asnjë. Tani pse mos luaj në këtë ndeshje Muçi, i cili është një lojtar që godet pothuajse në pozicione të pamundura të. Patjetër. Gjithë diskutimi te Muçi është normal që të gjithë prisnin që Muçi të luante titular. Mund edhe të luajë, nuk i diën. Nuk përjashtoj sepse ky nuk është formacioni zyrtar. Ky është formacioni që më ndoshta më 90%. Madje unë jam i sigurt që nuk do jetë ky. Nuk e di nuk mund të jetë kaq. Nuk e di pse. Jo, shiko, ky lloj formacioni Petrika tregon kujdes. Ti je i bindur. Muçi është në formë optimale, është në kulmin e karrierës së tij ndoshta, nuk ka qenë ndonjëherë më mirë se kaq, por që nuk e njeh dhe aq mirë lojën e kombëtares shqiptare, sepse nuk luajti gjatë kualifikuesave. Çfarë duhet të njoh? Unë po flas për ndeshje të caktuara për zhurmën e Muçit. Ta presim dhe telefonatën. E do ta bëjmë kështu, mos u mërzit që ta ndërpres fjalën, po i presim telefonatat sepse sot është dita e tifozëve, kështu që të gjithë janë të lirë të shprehin mendimet. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jam Hakimi nga Maliki. Po. Tash që gjithë fansat besnik na telefonojnë. Shiko, sot e kemi kështu, një parashikim për ndeshjen Shqipëri-Poloni dhe Slovaki-Kosovë. Shqipëria fiton 1-0 me gol të Muçit do ta bëni pjesë e dytë. Mirë bë, dhe kështu, s'është keq. Të pëlqen formacioni, shikoj formacionin, si të duket? Me pëlqen, po Muçi do bëjë. Muçi do hyrë pjesën e dytë. Po sa i takon Slovaki-Kosovë? Sa të Muçi do bëjë gol. Okej. Agim, të përshëndesim. Mirë, Agim. Faleminderit. Okej, unë tani. Jo, shko, të qëndrojmë pak, unë nuk po flas. Nuk kam, shiko, është i kujdesshëm shumë ky lloj informacioni. Tani ne dim Bajrami. Është ai informacion se. Po kush përveç Bajramit me kë? Okej, do të. Mos ka cilësimi në sulm, vetë nuk arrin dot të lidhësh. Uzuni s'është keq, Uzuni dhe Arber Hoxha janë super lojtarë. Mimo në rregull, unë s'po them që po pasa Arber Hoxha në kraun e tij, 1 minutë. Arber Hoxha. Mos bëjmë shajandese, nuk është aty. Okej, në Arber Hoxha në kraun që është pozicionuar në formacionin që ne kemi vënë. Tani Arber Hoxha është lojtar që triblon 1 kundër 1. Në momentin që ky lojtar triblon kundër 1, për këtë do pasojë ai.
Ben Bajrami. Monçar Bajrami. Ben ta nxjerr golin nga Içi, është lojtar që nxjerr golin. Për mua le ta nxjerr, neve sot jemi me atë më që sta thot ta nxjerr golin kush. Duam në lojë të bukur ne. Ore ish fare. Mirë po kjo tani më duket. Po mirë, kush duhet të luante sot që të ishte lojë formacioni pragmatisht i shtrat. Që të luan të shfrytëzosh në krahun të shfrytëzosh në krahun e djathtë, të shfrytëzosh shpejtësinë e brojës. Ose në qendrën brojë dhe Uzuni në klasë djathtë. Po edhe broja si Bajrami nuk të ka luajtur ka 2 muaj fare. Shiko, broja ka më shumë kualitete sepse më shumë nëse hyn në triblim, broja në krah dhe shërben për Uzunin. Shërben për Muçin Bajrami për shembull për goditjen nga nuk kam patjetër më pëlqen si lojtar sepse godet nga jashtë zonës është shumë i mirë me goditjet. Në triblime është i mirë. Për rolin dhe unë ambitem, por është një lojtar që sot mund të bëjë shumë punë. Ore shumë në rregull, ore. Për te çdo parashikimi kjo mund të jetë shumë e saktë. Po mund të dalë shumë funksionale, unë nuk po them këtë. Po kështu duket shumë i vakët. Shiko, jo, nuk është i vakët si formacion. Unë shikoj një formacion të kujdesshëm. Domethënë këtë ari të lexoj te Silvio nëse zbret në fushë. Bajrami në atë pozicion ku është kujdesi? Është në atë pozicion sepse do jetë pikë referimi në sulmaj. Dhe po ta shikosh, nuk është pavarësisht se në formacion duket si qendër sulmues, është sulmues fals, quhet në gjuhën e futbollit. Do jetë mbrapa ai. Do jetë disi i fshehur. Do luaj këtë pjesën, domethënë ka luajtur Spanja, se ti edhe tifoz i Spanjës në vitin. Nuk jam i Spanjës, jam i Argjentinës. I Argjentinës, po i Barcelonës. Po, i Barcelonës po. Edhe ka luajtur në vitin 2010. Mos gaboj apo 2014 tani nuk më kujtohet mirë, pas sulmues fare. Atë ku shpartalluan 2014 se nuk e tani fiks nuk e di, po më duket se në 2014 që nuk kishte David Villa. Jo, nuk në 2014 ka luajtur pas sulmues fare me Iniestën të improvisuar në sulm nëse është eliminuar në grupe me David Silvën është eliminuar në grupe. E kam fjalën që tentoi të luante një lojë. Mirë, nuk luhet pas sulmues, jo, nuk e ke të drejtë. Nëse Bajrami dëgjoj pak, nëse është një ndeshje, nuk është kompeticion, është vetëm një ndeshje. Tash nëse Bajrami është nën fallso, këtu sipas sa që kemi që po shikojmë. Kush do ta mbaj peshën e sulmit? Hoxha apo Uzuni? Dihet që ekipi polak ka 7 lartësi. Po mirë më. Ka 7 lartësi, ka fizik. Ata do punojnë të trej shumë. Do punojnë shumë. Pa një sulmues të deklaruar dhe ja le gjithë lojën ta bëj Polonia dhe ti ke shumë mangësi nëse aktivizon Bajramin. Prit, kemi një tjetër telefonat dhe do ta mirëpresim. Alo. Alo Ania. Ani kemi Ani. Përshëndetje, si një, mirë. Mirë, amo Ani, si do dalim sot? Bre, kemi shumë qefo, kritin e kam. Je tremura? Po pas po, bre. Po pse tremesh, mo Ani? Po tremem, se nuk e di, ata kanë edhe lojtarë, edhe kam e rakë se ati Levës kush do të mbaj, se po shpërthevi aji. Ka? Nuk është në forma aji, jo. Ka? Lewandowski, Levën tha. Të themi atë që është ashtë më kupton. 37 vjet nuk është më ai që ka qenë, unë jam tifoz i Barcelonës atë. Edhe ai ta nxjerr golin nga Içi. Po më ajo vera e vjetër është, po kur e pitë shijon tash. Po patjetër mo. Po nuk besoj se do jetë Lewandowski problemi. Kam një fiksim që ne do bëjmë një gol me goditje të Nimi edhe do ta mbajmë rezultatin deri në fund. Okej, të shpresojmë. Mirë, faleminderit tani. Muçin do ta fut me Mehmetin ai me patjetër. Unë dyshoj për Mehmetin, po Muçi besoj. Ne po diskutojmë njërin tash të dy. Po vetëm do na surprizoj. Do lëvizim nga Korça, këtu do jemi, do telefonojmë. Kështu kam informacion, kam dëgjuar. Okej, shpresojmë se të dy lojtarë shumë të mirë ata që do bënin punë sot. Gjithë të mirë. Shëndet. Atëre po thoya që nuk mundet mbaj gjithë peshën Hoxha, i cili ka pozicionin e tij në krah, ndërkohë që ai është tipik sulmues krau. Nëse Bajrami është nën falso dhe është i trequr mbrapa, Hoxha kudo postohet te qendra. Nën fals, po jo se do jetë luaj shumë i trequr mbrapa, ja. Shikoj këtu janë. Ja le lojën ti polonismo me këtë kjo. Unë nuk dua të futem sepse është pak çështje taktike kjo. Pjesa e leximit të formacionit. Tani varet edhe si do t'i rreshtojë në fushë Silvinja. Për të qenë korrekt, nuk jam kundra aktivizimit të Bajramit. Jo, nuk është lojtar shumë i mirë Bajrami. Le të luajmë edhe Bajramin. Dhe është lojtar 7 lart, shumë teknik. Futën pozicionin çka? Këtu futën pozicionin çka?
ose organizator, ose mes pushor, siç kemi lojën në kualifikuese. Ka krijuar një lloj besueshmërie shumë të madhe te Treshja e mesfushës, Aslani është ai në pjesën e Treshën e kemi shumë të mirë ne. Sheu është shkatrues fantastik dhe ka qenë zbulim në këto eliminatore, edhe pastaj Qazim Laçi është motori i mushklia e mesfushës, kështu që këta tre futbollistë nuk lëviz dot. Atëre ky Bajrami. Ku ta linte ndoshta në krah? Po më pse mos ja lësh atë pozicion brojës mu? Para më qartë fare. Mirë. Shiko, nuk është çudi. Nuk është çudi, ne e thamë dhe e përmendëm që në fillim, para se ta nxjerrin informacionin në ekran, që të luaj dhe broja në vend të Bajramit. Po pra, nuk është çudi. Këtu, ky informacion do të më pëlqente shumë, nëse në vend të Bajramit do ishte broja. Dhe në faktikisht në vend të Hoxhës ishte Muçi, për arsye sepse Hoxha është shumë i mirë në 20 minutat e fundit. Do ishte ideal fare pastaj, dhe unë kështu e doja. Në 20 minutat e fundit do ishte perfekt. Futej Hoxha. Po mirë, Silvinho gjatë eliminatore ne kemi folur bashkë këtu në emisione, opinioni publike. Regjia ndërkohë mund të na shfaq dhe fotot nga stërvitja e fundit e kombëtares shqiptare në Varshavë, ku qezinjt janë gati, duke në fakt shumë të motivuar nëse i shikon edhe nga pamjet. Përqendrimi është maksimal, forma e futbollistëve duket e mirë. Silvinho ka thënë që lojtarët i shohin në një kondicion fantastik. Në fakt duhet përmendur edhe fakti që 3 prej tyre sot kanë përfunduar në tribunë. Po përpara se të kalojmë këtu, po thoja për pjesën e Hoxhës, ne këtu në emision dhe në studio të tjera, neve diskutonim pse nuk jep minuta Hoxhës. Dhe ai jepte vetëm pjesën në 20 minutat e fundit. Tani që Hoxha mund të themi që bën punë në 20 minutat e fundit, është perfekt për sot që të luajë në 20 minutat e fundit, tani ne mund ta shikojmë Hoxhën titullar. Ky trajneri është shumë i mirë. Është më shumë i mirë përpos kësaj që ka arritur deri në këtë momente, është i saktë në ato vendimet që ka marrë. Mirë po, janë të trajnerë të fiksuar. Silvinho nuk të trajnerë të fiksuar me X futbollist. Po pra me X futbollist, me X lojë, me X lojtar, nuk e di, këtyre këta kanë frikë të rrezikojnë, kanë frikë të riskojnë. S'është momenti sot të riskosh. Po mirë, sot të duhet një 0-0 mundësisht. Në rregull. Edhe me penallti pastaj një kualifikim, edhe je në rregull me këtë. Po nuk mund ta kështu. Me atë formacion që ne pam këtu që shpresojmë mos jetë ashtu. Unë them që ja le lojën polonisë kështu, de facto. Shikoj, ja le lojën polonisë. Ajo ta ketë në lojën polonisë ta ketë. Si do që të luajnë ato ta ketë. Por po kështu bash i rrezikshëm. Jo, kështu ti godet. Atëherë kur Polonia nuk e pret. Pa më kështu, se di më, nuk ma merr mendja më ky Bajrami nuk ka patur formë fizike. Mirë është të luaj broja, të thash. Mirë është Armando Broja sepse është një djalë i ri, është sulmues. Kështu na tregon që këta dua unë, do të thani 11 kam. Jo, nuk e ka këtu. Unë e shikoj ndryshe. Paktën unë me këtë vështrimin tim unë e shikoj të kujdesshëm. Se për shembull, shehun e zbulove rastësisht. Mirë, po të qelloj rastësisht special si. Po na po them. Po dalë mos mund na qelloj special Broja, mund na qelloj special Muçi. Mehmeti mund na qelloj special. Po sot do ta zbuloj Mehmetin ai. Po pse? Çfarë problemi ka? Po nuk luhet bast me një ndeshje. Pse mos bast? Po ti ke lojtarë në formë. Le të jetë në formë sa të doj ai. Nuk e njeh lojën. Ka kombëtare fort pas kemi qenë neve. Nuk e njeh lojën e kombëtares Mehmeti. Le të jetë në formë dhe i mirë aty në Championship sa të doj. Nuk e di mo lojën e kombëtares. Çfarë loja e kombëtares? Filozofinë e trajnerit. Filozofia e vështirësh për të mësuar apo çfarë? Sot do mësohet brenda një dite. Po të ke ti mo një sekondë, ti po jam një minutë, ka thjesht si tjetër mo. Unë ta kuptoj idenë mo dhe mua po të më pyesësh. Ndryshe mo. Shko mo, po ta thash më duket herën e fundit formacionin që ta bëra dhe të futa Muçin, Brojën, po ta mbash Muçin trekuartist, Broja përpara Manaj, të thash nëse do ishte, po nuk është, dhe atë e doja se është një lojtar potent dhe do na bënte punë sot. Paktën po të ishte, kë do preferoje, Manajin apo Bajramin sot? Po, në moment vetë bësh kryqin në këtë moment. Nuk kjo është moment të bësh kryqin, çfarë të them tani? Ideja është këtu mu, ti je një kombëtar e vogël që i shfrytëzon gjitha asetet tënde dhe lojtarët tënd në formë. Tani ti ke një lojtar i cili luan në ligën e 5 më të mirë në botë, e 5 e 6, i cili është kampionati Championship i anglisë. Tani ke një e 5 më mirë në botë. E 6, 5-6 këtu lëviz. Në botë? Po. Pas 5 bazë, Gjermani, Angli, Francë, Spanjë. Hollandë, ke Portugali. Championshipi më mirë se këto ekipet holandeze, po themi, PSV Ajax, ke ekipet Benfica. Ekipe ka. Portugalia ka. Po ke Turqia ka. Po vlas kampionat më ne 200 milionë euro fituesi. E ka donjëra nga këto. Nuk është i 5 i 6. Ku i ke
këto statistika? Po këtu Liga e 6 në botë është Championship-i. Në bazë të fortësisë, të spektaklit të asaj luftës zgarë sportive. Kush e mat ti? Janë mati sportive që ky është informacion nga mua. Po pra ku e ke lexuar? Janë mati sportive të kampionateve më që renditjet e kampionateve më të fortë në botë. Po nuk është Championship-i i 6 më, gjithmendjen. Se Liga Portugeze ti mund të thua shumë mirë Porto, Benfica, Braga e Sporting. S'ka më ekipe të tjera. Po mirë janë këto të tjera. Dhe gara vritet në midis të katërtave. Tani po flas për fortësi gare. Po janë, domethënë nuk mund ta futësh Championship. Ore për mua Championship është më fort se Bundesliga, ore. E di, sepse është një eufori. Jo, jo, prit më një sekondë ta shpjegoj. Championship-i është një kampionat i cili fituesi merr 200 milionë euro. Fituesi UEFA Champions League-s merr me gjithë që nga ndeshja e parë deri në fundit, me gjithë bonuse, me gjithë to mund të shkojë diku në 115-120. Prit. Fituesi i ligës në Arabi, kush e di sa merr. Po prit më tani s'po flasim më kampionato amatore. Po mirë si përmend me lekë, nuk krahasojnë këtu e kanë fjalën. Po të them, niveli i lojës, niveli i ekipeve, lufta sportive, spektakli, të gjitha stadiumet plot në çdo ndeshje. Pra, çdo lloj komponenti real për matje Championship-i është më njëherë pas 5 kryesore të Europës. Nuk jam dakord, mund të jetë edhe me statistika, po personalisht është me statistika kjo. Jo, në rregull më nuk ta hedh poshtë, qofse është me nuk I kam lexuar, por duke parë nivelin e Hollandës, e Portugalisë. Po kam 2 ekipe bre. E Austrisë edhe me radhë të tjera. Kanë 2 ekipe, 3 ekipe, po gara sportive, lufta sportive. Gara e fortë në tërësi. Po pra, se nuk matet me ekipe, sa ekipe të forta keo, jo. A matet. Okej, se u ndalëm shumë te kjo. Si vazhdon gara vendet e kampionat, që këtë vit ndryshoi një lojtar që ke në kampionatin e 6 më të fortë në botë, sepse bëhet fjalë për kampionat të fortë Brenea, jo për ekipe cilësore. Kampionat të rësia e kampionatit. Po niveli i kampionatit është shumë intensiv, I lartë, po. Dhe tani ti ke ai ka ritëm po thua ti. Po patjetër më ai luan të martë që e kanë ditë zyrtar ata. Të martë dhe të shtunë, të martë dhe të shtunë, të martë dhe të shtunë. Nuk ka, domethënë s'ka kampionat në botë që ta ke zyrtare mes javën. Championship-i ka zyrtare mes javën. Fillon që në mes korriku dhe përfundon në mes të qershorit ose në maj. Ka është lojtar me minuta shumë në këmbë, me gola të shënuar, me asiste pafund, ritëm ndeshjesh të lartë. Tani, po nuk është momenti sot që ai të luajë titullar. Edhe unë jam të vim. Tani ti, këta trajnerët e kombëtarëve punojnë në këta trajnerët më? Apo vetë njëherë në 4 muaj ai na shikon 2 ndeshje ai edhe e thot e bëra punën. Jo, një sekond. Ti mo zotri, po luan në Championship, do të dërgoj unë një njeri, 2 njerëz, do të vënë në dispozicion skemat time dhe kur të flesh në darkë shikoj njëherë ku luan Silvinho, si luan Silvinho, ku pason Silvinho, çfarë skema preferon Silvinho, mëso 3, 4, 5 gjëra, hajde në ndeshja miqësore që faktikisht skemi. Hajde në stërvitje I ke lexuar këtu parashikohesh ti pozicionin tënd, edhe kështu e bën gati lojtarin për ndeshjen tënde më të rëndësishme, sepse mund të themi që është lojtari më në formë kombëtares më. Kështu punohet, në do të punosh. Po këta trajnerët e kombëtarëve vjen të thash në një ndeshje një në 4 muaj, shikojnë 2-3 lojtarë, edhe as direkt e po thotë kur vjen ai të thash, po thotë të dalë se s'mund të bëj eksperimente sot. Po dal më tim ku e di ti çfarë potencial ka mund të jetë Julian Sheu e kaluar Julian Sheut më. Ai po të them, ai luan luan 2 herë në javë më. Nuk kanë të njëjtin pozicion. Po ta kanë fjalën bre. Zbulimit bre. Luan 2 herë në javë, dal më ç'është ky motor. Ne na duhet sot 120 minuta. Po dal më ky luan 2 herë në javë. Po pritim pse mos e pikati këtë djalin. Shiko, ti ke shumë të drejtë në mendimin tënd. Po jo më është plotësisht pasion gjëja. Po të thash është pjesa që e profesionalizmit të tyre, pastaj që në ndeshje kaq të rëndësishme nuk e fut dot Anis Mehmetin ai. Ai edhe Mesin mo të kishte sot nuk e fuste dot titullar, sepse nuk e di filozofin e trajnerit. Po si s'ka kotësh ai aty, kot ka ardhur deri këtu ai. Po mirë, mo kaq e vështirë është ja mësosh një njeriu një filozofi. Ja mësosh për 2 ditë. Po jo mo po të them të tha ndiqe këtë gjë. Po mirë mo sot nuk e mëson. E ka bëri gjithë eliminatorët pa Mehmetin ai. Punë ti si i beri arriti. Po mirë tani nëse shpërthej një djalë 17 vjeçar siç i ka shpërthyer Polonis. Patjetër do ta marr, do ta afroj dhe do t'ia jap shansin gradualisht. Mehmeti ka qenë para 3 vitesh në kombëtaren shqiptare. Ka luajtur titullar 1 ose 2 ndeshje. Ka luajtur si zvendësues 2 ndeshje të tjera. Po sa më titullar atë. Ka luajtur 1 ndeshje po njëherë, po mos them dhe 2, se tani dhe unë nuk më kujtohet mirë se po bën 3 vjet. Tani
kur ai Ket Mesin dhe më zota futot. Lojtarë më të mirë. ore nuk funksionon kështu futbolli tani. Merr fute këtë se kam qefun. Nuk është kështu o Petrika. Ai do t'i shikoj futbollistët në atë që japin në fush, në formën që ata kanë dhe ai përshtaten filozofisë të trajnerit. Tani këtë kemi ne, Silvinjo, ky na ka rënë. Ore shumë i mirë është po shaj trajnerin. Po them, Po s'ja po dalë mos e ndeshjet për po derisa dalë ai mos po e fiton. ti po vete për 120 minuta këtë ndeshje. kollaj, Ti mo, po vete Petrika. për 120 minuta, po dalë më ky lojtar me kam në Mua ky ky me dy formacion. ndeshje në javë. Ky Ky është i duri mo për të balluar këtë Ndoshta ka nivelin e kësaj menduar për ndeshje. pjesën e dytë. Se këta vinë janë futbollistë profesionistë brenda dhe po të them, në ritmet e Championshipit këta e kalojnë edhe profesionalizmin. Këta kalojnë në futbollista mjeshtra, sepse këta përballen me 2 ndeshje në javë që nuk i ka as edhe një. Kanë ritëm në këmbë pa fund. Tash i ngranohem, mo pa i planet ta i ngranosh ti këtë. Jemi, domethënë do bëjmë vetëm një pauzë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë ku do të ndalemi pak a shumë edhe tek futbollistët në veçanti. Do t'i marrim me radhë që nga portieri deri tek Nedim Bajrami që sot pritet të luajë në majën e sulmit dhe do t'i analizojmë në formën e tyre dhe në ata që pritet të japin. Gjithashtu do të flasim pak edhe për ndeshjen e Kosovës sepse dhe ata kanë një ndeshje shumë vendimtare sot përballë Slovakisë. Rikthehemi vetëm pas pak. Mi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Thash e them me sport dhe tani do të flasim patjetër që do të përmendim edhe Kosovën sepse dhe ata kanë, siç e thamë, ndeshje shumë të rëndësishme. Ja ruam për një moment sepse normalisht Pjesën e parë kishin për ta. Është te kombëtarja shqiptare. Numri le të qëndroj, do të lutem ne gjithë për të gjithë ata që duan të japin një parashkim apo një opinion për ndeshjen e kombëtares, janë të lutur të telefonojnë në numrin e telefonit dhe të bëhen pjesë e emisionit duke dhënë mendimin e tyre për sa i takon këtyre 2 ndeshjeve shumë të rëndësishme që për pak orë do të na mbajnë të mbërthyer përpara ekranit për 90 minuta apo pse jo deri në 120 apo 150 sa do të shkojmë me gjithë penaltitë. Ideale do ishte në fakt një ndeshje e kombëtares shqiptare me penalti. Nuk e kemi parë. Nuk e di, do ishte shumë emocionuese. Nuk e di. Në Na shpërthente zemra si mund të thonë. Kombëtares shqiptare në penalti, pak a shumë kemi lojtarë që gjuajnë mirë penalti se duhet menduar dhe kjo. Okej, unë mund të them këtë. Ne mund të kemi siguri vetëm në port. Sepse portieri Strakosha ka qenë vendimtar, ka pritur disa penalti, ka eksperiencën e dur, është një portier stabil që mundet të na jap siguri. Nga krau tjetër i gjitha skenaret besoj se tani i harova emrin portierit Polonis sepse mungon Skorupski. Po. Dhe Dragovski. Dragovski ka luajtur me Fiorentinën, nuk është një portier i mirë. Për mendimin tim nuk luan aktualisht apo ka luajtur? Jo, tani luan me Jagiellonian, mos gaboj. Po, ekip apo që pretendon jo, është me Lokomotiv Lubin, diçka e tillë te ekip te kampionati polak. Në kampionatin polak luan kampionati me një ekip nuk e di mesatar, po. Nuk është portier i mirë. Domethënë e ka problem Polonia këtë, që nëse luan Dragovski, duhet ta shfrytëzojmë këtë. Skorupski është super portier. Është i dëmtuar, është portieri i parë i Bolonjës, është tjetër. Domethënë më të miri nuk e kanë. Shezni është trequr nga Shezni le të luante, vetëm penaltit i ka të mira. Kur i bëri atë gol Asani aty, imagjino. Nëse më nuk është pjesë tjetër aty në penalti Sheznin e kishim ishte super portier, po që fati mirë që nuk luan Shezni. Dhe nëse kanë portier tjetër për ta aktivizuar, unë nuk e di. Surprizë sepse mund të ketë surpriza, por nëse luan Dragovski, më besosh pikë dobët për Poloninë, të dëgjojnë të gjithë që nuk është një portier stabil, është shumë i gjatë, është trup i madh dhe nuk ka shumë reflekse të mira. Surpriza ai sot. Edhe të bëj pritje spektakolare. Kusur vjet, edhe në penalti është i gjatë, po them, dhe nëse nëse ka penalti të gjuajtur mirë, ai nuk mund të ta kap, sepse vonohet në refleks. Okej, qëndrojmë te kemi gjuajtës të mirë apo jo? Për shembull portierin e kemi gjuajtës të mirë, nuk e di sa do ta përballojmë presionin. Këtu është tani. Këtu është problemi i madh. Kristian Aslani është një lojtar që gjuan por dhe gabon penaltit. Aslani pothuajse nuk gaboi asnjë te Interi. Sa shkoi te Torino, gaboi në një moment ku nuk duhet të gabonte, sepse unë të thash e kam patur te një lojë te Fantacalcio që luhet kështu online dhe kisha marrë Aslanin dhe nëse shënon lojtari të jep 10 pikë.
Atë ndeshje ai e humbi penaltin, më dha 2 pikë dhe pësova që aty më ka marrë për poshtë dhe se ngrita më kokën atë loj. Dhe interesante. Këta janë eksperjenca, kështu që në një moment shumë të vështirë, në moment presioni, sepse Aslandi duhej golit e Torino, në mënyrë që të vërtetonte sepse kishte sa ndeshje që ishte mirë, nëse shënonte do të kishte fituar më shumë pikë në Sytetranjit, të gjithëve, ai e humbet penaltin. Dhe ku kishte presion, ai e humbi. E diti godas më patjetër që ai do të jetë një nga gjuajtësit më. Edhe Bajrami është një lojtar që penaltit i godet. Bajrami, nëse e nis titullar nuk shkon deri te penalti. Kam fjalën që nëse do ishte te momenti penaltive. Është një gjuajtës titullar nuk shkon te penaltit. Është e sigurt që do ndrohet. Pjesën e dytë ose në shtesë. Se nuk e përballon dot. Tjetër kë kemi që gjuajnë. Muçi mund ta gjuajë shumë mirë penaltin. Po, Muçi gjithashtu. Mehmeti mund ta gjuajë shumë mirë penaltin, ka gjuajtur te ekipi i tij. Te mes fushor Laçi mund ta gjuajë shumë mirë penaltin. Sheu pse jo? Mund të kemi goditës të mirë, mund bë Uzuni, bën ja 6 veta që kanë brum për të gjuajtur penaltin. Dhe mendoj se domethënë përpos faktit të presionit shumë të madh në ato momente, domethënë ato momente janë ato momente ku s'do më ta marrësh përsipër atë penalti. Po, se është përgjegjësi e madhe. Ti di se çfarë kombi jemi ne që nëse gabon në këto raste ne nuk ta harrojmë. Siç s'ja ke harruar ti Reimanaj. Reimanaj unë në penalti asu mërzita fare me Reiman se thash e humbi penaltin tani do ik, largohet nga kombëtarja. Po ti u gëzove madje. Po hajde më nuk u gëzoj. E ne nuk gëzohem kur kombëtarja humbet. Po mirë, pranoj tani Petrika që disa futbollistë nuk ke simpati fare. S'kam simpati, është pjesë tjetër mo. Po unë po shënua, hajde hym në Europë, në botërore, tipin golat gjithë këta. Do t'i puth me radhë. Po çfarë thua, more? Unë jam tifoz më në mbi të gjitha, unë dua më të mirën e kombëtares. Po ne mundohemi të vëmë në dukje gjërat që nuk shkojnë, gjërat që dhe ju në manë inde ata lojtar që nuk kishte dhënë në një kontribut të veçantë për kombëtaren, e gjente veten gjithmonë titullar. Mati dhe sot ne themi mungesë e madhe Manajt, gjithse edhe sot do shikojmë Bajramin. Janë disa veprime të këtyre trajnerëve që ta acarojnë mo. Nuk e di. Ama sikur t'i dalin, le t'i dalin mo. Inshallah do Zoti i Madh t'i dalin për mirë, sepse janë vërtet gjërat e tij. Mirë, po sa gjëra nuk konvenojnë. Gjithsesi nuk do të ndalim te kjo pjesë. Ne kemi ekip të mirë për penalti. Ata nuk kanë portier të mirë për penalti dhe sa i takon gjuajtësve Polonia sot është një ekip mund të them i rinovuar dhe trajneri ka arritur Orban i ka arritur të bëjë rinovimin. Këtë duhet të shfrytëzoj kombëtarja shqiptare. Revolucionin që ka pëson këto 2-3 vitet e fundit. Është negative për Polonin kjo. Shikoj Lewandowski do luaj sot? Lewandowski patjetër. Është titullar. Lewandowski nuk e di nëse luan me maskë. Zelinski mungon. Zelinski mungon, unë di që Zalewski mungon. Zelinski s'jam i sigurt. Unë e di që mungon dhe Zelinski sot. Okej, Zalewski, Zelinski janë dy lojtarë të cilët mund edhe ta konfirmoje. Informacionet në këtë gati janë. Qëndrojnë tek pjesa e polakëve, kjo pjesa e ndryshimit të brezit. Nuk është se mungon, por Zelinski është në dyshim. Okej. E kupton, nuk është i konfirmuar që do të jetë titullar. Është në dyshim sepse ka pësuar një dëmtim që mund ta penalizojnë në ndeshjen e sotme dhe është një nga futbollistët më të mirë sot për sot te Polonia. Është një lojtar punëtor. Nëse ky mungon, do të jetë një plus shumë i madh për ne sot. Pritë, është ideja ashtu tani që për çfarë të pres? Rinovimi i brezave nuk mund të jetë negativ për ekipin polonin. Është negativ deri në momentin që ata konsolidohen. Po mirë, konsolidimi si do. Janë konsoliduar ata sot. Po tjetër më. Mirion. Ata janë të gjithë lojtarë, ata janë lojtarë. Unë them që gjithmonë ndryshimi i brezave. Jo, po portieri ju ka zënë problemi që ka ngelur ky tani, se s'ka. Dhe po merr këtë me eksperiencë, ai unë për mua tisha unë nuk do ta merrja atë, sepse e di çfarë gafaxhiu është ai. Dhe po them që është pikë e dobët e Polonisë. Gjithsesi, rinovimi i brezave nea nuk është asnjëherë negativ. Përkundrazi, ju hapen dyert lojtarëve të rinj, ju hapen dyert lojtarëve me shumë minuta në këmbë, po dhe me dëshirën e madhe për të ndjerë fanellën e kombit, sepse është shumë e rëndësishme të ndjesh fanellën e kombit dhe futbollistët e moshave 23 e poshtë e kanë shumë të theksuar ndjenjen e fanellës. Duan të spikatin, duan të tregojnë që janë futbollistë të mirë. Madje unë po të them që Polonia sot do të ketë lojtarë të kampionatit vendas, sepse është një komb i pastër
në anën politike, në të gjitha, domethënë është një popull që e do atë dheun edhe janë një popullsi që do ta luftojë këtë ndeshje. Janë patriotë si Patjetër, patjetër. Presioni do të jetë mbi ata, sepse logjikisht janë brenda, e kanë detyrën për të ashtu siç ti javën e kaluar për Bunjakun, për legjendën e Polonisë që tha që do të jetë tragjedi. Ti e the mos gaboj apo e tha kujt? Jo, nuk thash unë gjë. Nuk e di ku e kam dëgjuar atëherë. Nëse shëndsi ka. Legjenda e madhe ish futbollisti i Polonisë tha që nëse nuk kualifikohemi është tragjedi. Mirë, pa ai e tha pak me nuk është kaq e thjeshtë. Shiko, automatikisht i fut presion ai. I fut impresion, po. Ndërkohë që trajneri sot dje u tregua shumë diplomatik. Shumë diplomatik me mënyrën si foli, janë një ekip që luan mirë. Po nuk ka favorite edhe aq favorite në letër mund të duket më, po kjo është vetëm një ndeshje më dhe në ndeshje. Edhe unë këtu i kam shpresat. Si shkon. Edhe unë këtu i kam shpresat, kjo më motivon që të themi që sot fitojmë. Telefonat? Po. Telefonat. Alo. Mirëmbrëma. Jam Sulejmani, jam në Krapari. Përshëndetje. Kemi Sulejman. Nuk përshëndes juve, jeni djemë shumë të mirë. Të falenderojmë shumë. Faleminderit. Kënaqem shumë kur juve keni dalë aty dhe jepni informacione po. Do të them kështu. Ne Krapari nuk kemi skuadra. Po unë uroj që Skënderbeu. Keni ekip, po ju mundi Gramozi këtë javë, më duket. 3-2. Sopoti, kush është? Jo. Skrapari. Nuk e di, unë... Luani në kategorinë e tretë. Keni një ekip. Po kemi në kategorinë e tretë, po me katolozën... Po mirë. Nuk kemi skuadrat pregatitura. Qytetet të vogla, kështu e kanë. Shikon, Sulejman. Kemi uroj juve skuadrës tuaj të Skënderbeut që të ketë fitore kudo që los. Rofs. Kudo që los, Skënderbeu është... Ka dhe emrin e bukur Skënderbeu. Të mbushet goja, thuaj. Prandaj që kënaqem shumë po sot informacionin tuaj. Sot fitojmë sot apo jo? Tjetra këtise që kombëtarja jonë që losë jashtë duhet të fitoj pa tjetër. Fitoj pa tjetër sepse më bëhet qefi. Ja këtë radhë ku e kanë Polonia, ku e kanë. Sot në darkë kanë se mos të harosh pa e parë. Sot e ka edhe më bëhet qefi shumë që unë në Skrapari duhet që me dojë mos që të ndjek këto skuadra edhe të lozin edhe të fitojnë. Në rregull, faleminderit. Edhe juve u përshëndes edhe së uroj sukseset. Faleminderit, gjithë të mirat. Atëre po thonim që në 120 minuta duke bërë llogarin shpresojmë që të jemi elementi surprizë. Ta arrim të mposhtim atë, se do jenë shumë të rëndësishme minutat e para. Bravo, sa do ta thoja. Pjesa e parë në fakt. Pjesa e parë, minutat e para. Në pjesën e dytë, nëse shkon afrohet minuta e 60, edhe Polonia pastaj fillon të presionin e madh. Ty në presion dhe pastaj mendoj edhe ata për penalti. Atmosfera do të jetë shumë e zjarrt. Normalisht që pastaj ritmi i ndeshjes do të bjerë, ekipet do të tregojnë dy fish më të kujdesshme dhe gradualisht ndeshja do të shkojë drejt kohës shtesë. Pra minutat e para ose pjesa e parë nuk duhet të pësojmë. Dhe të shfrytëzojmë në një pragmatizëm. Pritet të jetë është pragmatist. Unë them kështu e neja, qëndrojmë te mbrojtja. Strakosha, Hysa edhe pse kishin probleme, Hysa gjithsesi. Ishte një. Hajde më le të lozë. Nuk ka më të mirë aty. Ky është problemi. Aty është problem shumë i madh. Është një lojtar që edhe kur luante ishte problematik dhe tani që nuk luan fare. Ka një futbollist nga Greqia kësaj here, një lojtës të majt. Mirë, po është i majt ai. Që nëse Mitaj do ta bënte do të djathin apo sa bën dot. Jo. Lena, shko. E bën Silvinho këtë eksperiment? Jo, sot jo një, po në eliminatore mund ta bëj. Do më dhe këtë se bën. Sot. Po se bën dot mos është e rrezikshme ta bëj. Po mirë atëre. Është më rrezikshme se sa Mehmeti titullar. Po mirë, po me atë me Hysa nuk e di unë është një risk konstant. Sa është tash ai është. Sa keq është, po gjithsesi. Qëndrojmë Hysa, Gjimshiti, Ajeti e pabesueshme domethënë ndonjëherë kur shikoj Ajetin para Ismailit, mirë po Ajeti e justifikon fushën e lojës. Është shumë grintjoz dhe lojtar që jep shpirtin në fushë. Po, Mitaj në krahun e majt, Laçi Bajrami, Laçi, Sheu dhe Aslani dhe pastaj treshen e sulmit ta shikojmë një orë përpara kur dal formacioni
Më mirë e lejmë kështu sepse nuk më pëlqen fare ai Bajrami aty në qendër gjithsesi. Nuk është çuditë. Po ti ta hyj edhe po arrit ti dal ti bi gol ai, do ti vetë të jap dorën Silvinjos. Jemi jeshtë. Unë thuaj, jemi jeshtë. Më fal do t'i them. Më fal. Jo, unë nuk është se kam jo simpati për të bre. Mua më ka pëlqyer, na ka shuar në Europian, jeqim kapele. Po ti është më pëlqejnë aty televizje. Ti shpreh që nuk ke simpati. Shumë të madhe nuk është se e kam, e kupton. Mirë po, rezultatet e mbrojnë. Të thash, e mbrojnë rezultatet dhe ky mund të jetë i bekuari që të na çojnë në botëror. Dhe po arriti të ndodh kjo, ai të gdhendet për mua le mos e shkarkojnë asnjëherë nga federata, asnjëherë. Po më duket se nëse nuk ja del, ka kontakte me aty klube. Shoku joni përbashkët kur një bisedë para. Ai nuk e ka qef fare një. E di si më thon, domethënë është kulmi të shkojë Shqipëria në botëror me Silvinjën. Me Silvinjën, e di, ma ka thënë mua këtë. Ore dhe unë i thash këtë. Ore nuk ka gjë, i thash unë. Është e shkruar më duket, e ka shkruar ai lart që do të shkojmë në botëror me Silvinjën. Edhe biri këmbës. Edhe po mirë pra, ai ka inate të tjera, nuk kemi çfarë të themi. E ka problemin me Silvinjën. Po jo, unë nuk kam problem me Silvinjën. Unë kam problem me zgjedhjet që nuk, duke si nuk është i aftë të bizidit e dura ose të lojtarëve të dur. Kjo, më shumë të kjo që doj. Është pak natyrë frikacak. Frikacak. Dhe këtë nuk kemi ezitim ta themi sepse ai e ka treguar. Është te kjo që nuk është se guxon shumë. Nuk është, domethënë, di ku ndalemi, si pak a shumë ta krahasoj pak me Skënderbeun, që po shkon drejt superiore se do ta prekim pak me Skënderbeun se gjua e lamë njëra ku dhembi, kështu që nuk po luajnë bukur, mirë po ka rezultat. Këtë ka dhe Silvinjo. Nuk po na argëton fare me lojën e tij, por aman është në play-off të botrorit. Të shkojmë, shpresojmë që sot të fitojmë 0-1 me shtesë, me penallti. Si të duan. Do doja shumë të kualifikoheshim që të shkonim dhe në ndeshjen asaj të dielës, se pastaj aty do jetë çdo jetë pastaj, domethënë, sepse unë them që ajo do të ketë. Ajo do të ketë emociona 3 herë më të mëdha se sa kjo me Poloninë, sepse kjo është situash gjysmë finale, e kupton? Ajo është tamam finale. Ajo është finale pastaj, domethënë, pastaj imagjino të shkojmë në botëror edhe pastaj të kërcazon një luftë e madhe, s'do bëhet botërori fare. Mirë që shkojmë ne. Nuk dohet fare. Jo, pse ndjell tesh sa bëri. Po situata politike dhe gjeopolitike në këtë moment është jashtëzakonisht e keqe. Një shkëndije e vogël duhet tani që t'ja ndodhosh gjithë këto evenimente botëror lojrari. Shpresojmë që jo. Shpresojmë sidomos që kualifikohemi dhe ne. Të shikojmë dhe ne të shkojmë. Po pra, një shina vitorim 3 muaj pas se disa të vi botërori. Inshallah mos ka luftë, kështu do. Nuk e besoj, po e rëndësishme është që të kualifikohen kuqezinj njëherë dhe e rëndësishme është që të bëjnë një ndeshje të madhe sot, ndoshta edhe pastaj edhe të dielën, pastaj se çfarë do ndodh. Nëse ajo nëse shkojmë, prandaj ne nuk mund të bëjmë një analizë të plotë për deri në diela, sepse ne kemi finalen sot. Pastaj kemi super finalen ditën e se mund ta bëjmë si Maqedonia, si Maqedonia që Italinën të ente dhe të dielu elimina nga Portugalia. Po. Kështu që fati sa që kishin dy ekipe shumë të mëdha. Mirë, edhe ata janë mirë akoma. Kalojmë te sukses. Tani këto minuta të fundit. Luajmë me Danimarkën sot edhe ata, kështu që. Po, këto minuta të fundit do të jenë për Kosovën. Kombëtarja nuk i them dot kombëtarja, përfaqësuesja e Kosovës zbret sot në fushë edhe këta në një transfer ndoshta pak a shumë njësoj e vështirë si ne Slovakia. Jo. Është me lehtë për ta apo jo? Jo, edhe këtë se themi dot. Shkoj. Ata pak a shumë, Polonia, Slovakia, ato përballen me Sloveninë. Slovenia me Slovakinë nuk është se ndryshojnë shumë, janë të ngjitur me njëra tjetrën. Domethënë kanë të njëjtin stil futbolli. Dhe nëse Slovenia japi pak probleme Kosovës, domethënë Kosova e pati më të lehtë fitonte ndeshjet me Suedinë dhe me Zvicrën ka përparaqitje shumë më të mirë se sa me Sloveninë. Nuk ishte i konvenoj shumë loja atje. Dhe tani pothuajse futbolli slovak dhe sloven janë shumë të njëjtë. Domethënë janë lëvizin shumë pak me njëra tjetrën. Dhe unë them që Kosova e ka një kundërshtar praktikisht ose në thonjza të njohur vetëm për këtë fakt. Që unë po të përmend ty, dhe këtë jam i sigurt që e di dhe trajneri Foda, e di dhe Federata, e di dhe Kosova, dhe e di që këto dy ekipe, Sloveni, Slovaki, përveç faktit që janë ngjitur e komshinje, të njëjta tradita, njëjta kulturë, kanë dhe të njëjtin futboll, kanë dhe të njëjtin cilësi. Pra, ti po thua që Kosova e di se çfarë prit sot. Po, te Slovenia kishte 2-3 elementë të cilët ishin mbi të tjerë. Te Slovakia
nuk përmend dot më as edhe një. Nuk është më asnjë futbollist shumë i njohur. Po. Ose që luan në skena shumë të mëdha. Janë lojtarë mesatar te Mainzi, te Berlini, te gjithë ato këto ekipet mesatare në Gjermaninë, rreth e rrotull. Jo emra big. Jo emra big. Madje një dy lojtarë janë vetë të Ljubljanës, të kryeqytetit. Jo, të Bratislavës, Slovan Bratislavës, sepse Slovakia ka kryeqytet Bratislavën, ndërkohë që Slovenia ka Ljubljanën. Edhe po thoja që aty luajnë, në këto ekipet këtu luajnë dhe lojtarët e ekipit slovak. Bratislava është Slovaki, po. Ndërsa Ljubljana është Sloveni. Atëre, shkojmë në pjesa që Kosova e nje kundërshtarin e saj. Shiko, pse i futesh? Jo, sepse është shumë e rëndësishme. Më beso, është shumë e rëndësishme kjo sepse më beso ato janë dy ekipe identike. Po. Në të njëjtin mënyrë loje dhe po them, Kosovës kjo gjë do ta ndihmojë shumë Kosovën për të përgatitur siç duhet të ndeshë. Pavarësisht se sot Kosova që flasim, unë them 100% e ka ekipin më të mirë se ne. Në çdo repartë është më kompletuar se ne. Kosova. Po. Që nga Porta, me Murish në një formë të jashtëzakonshme me Sassuolon, me nga qendra Rahmani fatkesisht mungon, po këta që luajnë edhe këta janë. Ky mbrojtësi majt më kujto Gallopeni është fantastik. Fantastik lojtar. Nga krau tjetër Vojvoda, po unë them që Vojvoda mund ta shikoj temën fushori. Nuk besoj se nuk do doja të ndodhte kështu, po për mua nuk duhet të rrezikonte. Luaj 4-3-3, kaloi Zhegrova, Murishi, Aslani. Zhegrova nuk luan titullar. E di që nuk luan titullar, se preferon dyshen Aslani Murishi ai dhe Aslani një lojtar fantastik. Aslani është ylli i momentit aty. I jashtëzakonshëm, unë që ditën e parë që e kam para të lojtar thash, ky është lojtar. Ky është lojtar. Si kemi humbur. Pse mo i lindur në Kosovë, pse duhet lodh me Shqipërinë? Po mirë, më shqiptar është ai. Po lere mo, pse na i rëzdove studion. Ore kjo s'më pëlqen fare mo. Ka lindur në Kosovë mo. Tash kosovar. Shqiptar jemi gjithë. Po më pse, jo mos jemi fare shqiptar. Ne jemi Shqipëria. Tash çim këtyre muhabeteve patriotike. Po ka lindur në Kosovë, zotria të luaj me Kosovën. Po ka lindur në Shqipëri, të luaj me Shqipërinë. Kështu të ndajte, është e thjeshtë fare, që mos ti. Që menim ne këta nga mbiemri, sepse ishte situata e tillë që Kosova nuk kishte arritur të njeh nga FIFA nga UEFA, sot e kësaj dite nuk ka asnjë arsye pse të luajë me Shqipërinë. Si u ngritën kaq për njerëz atë Kosovë? Ata janë ngritur për mua. Domethënë brenda 2 vitesh tu bën super ekip. Me atë mikush po flasim që përmendë pak më përpara, diskutonim shpesh. Unë i thoja që Kosova pa u njohur nga FIFA dhe UEFA bënte një super përfaqësuese, bënte një dy ndeshje miqësore po ta mbash me bënte një super ekip që të çuditej. E kam patur plus që ka dhe talente më shumë në Kosovë. Po pra, Rashica. Edhe Shqipëria historikisht është furnizuar me futbollistë në Kosovë. Po ne kemi gjysmë informacioni sot nga ata. Dhe sot ke shumë madje, po. Gjimshiti, Merav, Ismaili, të gjithë. Merav. Okej. Pra, unë kam ditur që Kosova do të ngrihej. Për mua zgjati shumë ngritja e Kosovës, sepse mori më shumë se 10 vjet. E kuptoj se nga 2013 apo 2013, 14, 15, në 16 e njohu ajo FIFA dhe UEFA. Për mua kaq shumë sa zgjati shumë sepse këta kanë elemente të jashtëzakonshëm, të talentuar pafund, në të gjitha Zvicra, Italia, këto i ke plot me lojtarë. Janë më të mirë se ne ata mua, janë më të mirë se ne mos, si futbollistë si të gjitha. Dhe kanë gjetur edhe trajnerin që unë e respektoj dhe po them është nga trajnerët më të mirë në botë ai. Ai thot kështu dhe përgjigjet në fushën e lojës ai. Dhe në qoftë se mundet, ai ka zhvilluar një lojë spektakolare, i ka bërë ata djem që të vrapojnë në 10 minuta, pastaj se po sfitove, atje nuk është gjithmonë në dorën tënde. Aman, të bësh një lojë siç e bën Foda, ti duluash Suedis 2 herë të mundur Suedin ti. Një super ekip me vetëm Isa kishte sa komplet. Sa 3 fishi. Po sa 3 fishi është se Zhegrova këta e balancojnë çik po. Po çta kam lavin mo, ai lueti barabart me Zvicrën. Me Zvicrën i shkau Kemba të ndeshje sepse humbën raste, ta unë raste këta shënonin, Sa mirë flet për Kosovën me superlativa. Po për Shqipërinë, Të mbushin syrin. Jo. Tonën ti. Po bre nuk është puna se s'ma mbushi. Mbushin no. Ore duam të mirën. Ore saj, përveç po ti që kështu. Krasoj. Saj nuk më bint. Treshja e sulmit, nëse nuk është, domethënë, po ti ishte broja do të ishte më ndryshe. Po ti ishte Muçi do fliste ndryshe. Treshja me sfush shumë e mirë. Po. Por, domethënë edhe mbrojtja shumë. Duke hequr pjesën e saj dhe treshjes së sulmit që ne nuk e dim, të themi atë që jo, se nuk është e sigurt, nuk më pëlqen.
Ajo informacioni s'më pëlqevi. Të them atë që është, po shpresoj që të dalë për mirë, e kupton? Po, se vjen dyshim. Ama si ekip unë po të them këtu 100% që Kosova është ekip mirë se ne. Sa herë të luajmë ne me Kosovën, po luajtëm ne, na mund Kosova ne. Është sigurt. Në gjendjen që është sot. Pa, nuk e ke idin. Të mbyt fare. Po. Asnjë shans nuk ke. Tani si do dalë sot me Slovakinë? Tani, duke u bazuar në ato që unë thash në fillim që e ka kundërshtar të njohur, e ka kundërshtar, domethënë që mundet të bëjë 1-2 llogari të vogla, e ka parë në botë në Europian. Unë jam i sigurt që Kosova nuk do të shkojë në shtesë, por do të ta zgjidhë brenda 90 minutës sepse normalisht ka presionin e është ekipu dhe nga këto kompanitë e basteve, këto 3.25 kotohet fitoria e Kosovës, ndërkohë që 2.35 e slovakëve, të cilët janë favorit brenda. Po, kështu shikohet. Atje, Po ti shikon favorit? Ore, ideja është këtu. Jo. Shfrytëzojini këto gabime të këtyre kompanive të basteve. Jo, ky duhet të shfrytëzosh sepse ky është për mua është gabim. Sot duhet ishte favorit Kosova, mirë po. Prit tani. Kundryshon, ku bën llogarit, sepse këta bën llogarit. Ti bën shumë llogari. Ti u bën sapin edhe kompanive të basteve. Jo, bën shumë llogari ata mo, sepse e para një luan brenda. Edhe mos kesh cilësi brenda do ta nxjerrë. Ke faktorin fushë, është një ndeshje shumë e rëndësishme dhe ai që luan me Slovan Bratislavën do të bëjnë super ndeshje ty. Pavarësisht se këte ke Avdullaun, ke Muslin, ke Zhegrovën, ke Muriqin dhe Aslanin. Pavarësisht se cilësitë janë këte. Presionin, domethënë ajo që luan brenda është më i përgatitur ndonjëherë moralisht e psikologjikisht. Dhe duke u bërë këto kjo përpjesëtimore, dalin ato shumatore dhe del llogaria që dalë se këtu duhet të 2.3, këtu duhet 3.25. Mirë, këtu jam. Për cilësi Kosova edhe lojtarët i ka në ekipe më të mira. Cilëtetin e ka Kosova. Është në letër favorit e Kosova. Për mua, nga përbërja e lojtarëve. Përbërja e ekipit është favorit e Kosova. Okej. Jo më kaq pse tani. Ndërsa në shumatore del Slovakia. Tani urojmë fitore Kosovës edhe Forca Shqipëria sonte në orën 20:45. Fitore Kosova, fitore Shqipëria. S'kemi të themi shumë. Jo. Tani presim ndeshjen e madhe dhe shpresojmë në kualifikim që javën tjetër të kemi çfarë të flasim, mos jemi të mërzitur. Do të takojmë të do merrem me Skënderbeu. Duam. Jo, shpresoj që të merremi me kombëtarë sot. Në rregull. Do t'ju lejmë takim të njëjtën e ardhshme, ju urojmë fat kombëtarëve. Shpresoj të jemi në botëror të njëjtën tjetër. Se e zgjidhim me ndeshjen tjetër. Okej, gjithë të mirat shihemi të njëjtën tjetër.